pak dritë. O burë, o e rom nga do që t'jesh. Burë që shkatron dhe që ndërton sërish pak dritë vetëm, të lutem shirë të kesh. Kjo është thirrja e Miloš Gjergj Nikolos që edhe sot në 102 vjetorin e lindjes së tij mbetet po aq aktuale përballë pluhurit të arresës dhe mungesës së përkujdesjes për poetin që pandroi, i thuri vargje mjerimit dhe heshtjes, që duket sikur e mbajnë të mbërthyer edhe sot. I vetmi institucion ku është e përjetësuar vepra dhe jeta e poetit të ndritur është shkolla ku ai dha mësim në rrethin e Pukës, e cila e kthyer në muze ka mbetur në mjerim, e mbuluar nga pluhuri i arresës dhe përkujdesja e shtetit. Vendi ku Miloš Gjergj Nikola ngryste netet e acarta të dimrit nën shoqërinë e sëmundjes që si bëri dot ball, sot jeton me kujtimet dhe veprat e tij në çdo cep, të mbuluara nga lagështira dhe mungesa e përkujdesjes së shtetit. Përgjigjësi i këtij muzeu, studiuesi Xhemal Meqi, i cili mban ende të hapura dyert e shkollës muze, tregon se edhe pse ky institucion është vizituar nga të gjithë krerët e qeverive të derisotme të vendit, ai sërish vuan nga arresa që dal nga dal, po i tund themelet, duke u shkatruar dhe ajo çfarë ka mbetur. Edhe bashkia duhet të interesohet më shumë me fonde me i planifiku gjatë buxhetit vjetor, por edhe Ministria e Kulturës, e cila nuk është interesuar asnjëherë për shkollën Muze Migjeni me përjashtim të vitit 1996, kur pa dhënë një fond për remetime. Qoftë bashkia, qoftë Ministria e Kulturës, edhe qoftë edhe fondacionet ndryshme të tregojnë interesim për këtë shkollë muze që të ruhet edhe të ketë nivelet e duara. Profesor Meqi tregon se e ka bërë të gjitha hapat e duhur ligjor që ky institucion i trashëgimisë kulturore të kalojë në jurisdiksionin e Ministrisë së Kulturës, por kjo e fundit gjithnjë ka kthyer përgjigje negative në justifikimin e mungesës së fondeve. Institucioni vetëm në nderim të poetit Miloš Gjergj Nikola Migjeni, nderi të kombit shqiptar, sot lëngon nga harresa që po vënit dal nga dal ato çfarë ka mbetur, por përballë harresës që shpesh të duket jo e pa qëllim në këto 20 vite, përballë tentativës për të anashkaluar këtë emër të madh. Ajo që flet është vepra e Migjenit, e cila me madhështinë e saj nuk është mposhtur kurrë.